tash përballë 28 dhjetorit edhe një arrogancë qeverisë të Kurtit i kemi partitë opozitare që pak a shumë me telashe të mbrëmshme janë gjetur në këtë situatë për shumë arsye, marrën parasysh LDK-n e cila ka hyrë zgjedhje me idenë që po e fiton pushtetin pa bërë asgjë. Po i vjen pushteti dhurat për Albin Kurtit. Pushteti nuk të vije dhurat, Babadimi nuk sjell pushtet, duhet me luftu për pushtet, për me marrë pushtetin edhe me instalu politikat qeverisë që i kena plan. Ajo nuk ndodhi me LDK-n, LDK-ja u ndëshkua nga votuesit me shumicë të votave, ku pjesa dërmuese e tyre agjituan për vetëvendosjen, ndërsa PDK-ja e ndodhur në një humbje në muajin shkurt për me ju përgjigj votuesit elektoratit të tyre që me e pa që jemi për ndryshimit, po doam të avancojmë në ndryshime, e bënën kandidatin për kryeministër, e bënën edhe lider partije. Pak a shumë në një situatë të fushatës elektorale. Në rregull kjo, tash jemi në situatë të re. Tash jemi në situatën kur